Alo, Mirëmbrëma, mirëmbrëma zotri, nga telefonon. nga komuna e Voshtrës ju përshëndes, ju uroj për emisionin juve, stafin edhe të gjithë shikues të ndëgjues. Faleminderit shumë për fjalët e mira. A duhet me i falë gjithmonë njerëzit që i don? Gjithmonë duhet me fal. Ai që i fal gjithmonë është fitues. Gjithmonë kije me konë fitues, sa herë të falë diçka kije me konë ma fitues se mos me falë. Mendoj që shumë mirë është se e sheh ai çka ka bo, ose çka ka bo, o çka po ban, edhe thot nuk më tha që ke gabua apo që i nue, e ai vetën e përprek që i ka folë. Mirë. Me falë është trimni, me falë është burni. E mirë. Faleminderit. Tash kur Ju po flasim, përshëndes gjithë juve dhe stafin e ju, jeni shumë të edhe ne mrekullueshëm. ty shumë zotri, faleminderit shumë për fjalët e mira. Përshëndes shumë. Mirë. Kur po flasin kështu, e falja është hynore, dush me qenë burr, dush me qenë trim, e fal. Veç më që me lanë sot.